A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Falenderojmë Zotin e Madhreshëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij Fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë të bekuar, na bof Zoti dhe neve prej tyre, amin e xhmain salihin siddiqin. Normalisht se radhës kaluar kemi diskutuar mbi një sure mjaft me domethënie të mëdha dhe kemi komentuar në 4 pjesë, të cilën mund ta gjeni në YouTube, në kanalin ton Musliman TV, ku ju ftoj ta bëni subscribe. Kësaj radhe do të stacionohemi në surën Alaq. Është një sure mjaft me domethënie të mëdha dhe me një mesazh mjaft madhor. Allahu i Madhreshëm na tregon dhe na fton pra me medituar rreth kësaj sure, e cila sure është zbrit në Mekë dhe ka gjithsesi 19 ajete. Dhe fillon me një mesazh mjaft madhor. A'udhu billahi bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Pra fillon me një ajet që është prej ajeteve superlative dhe madhore që fton njerëzit në përgjithësi në lexim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd, pra i cili krijoi çdo gjë. Alladhi khaliqu kulli shay, pra ai është Allahu që ka krijuar gjithçka. Dhe ai që krijon, ai që na mban të gjallë të gjithëve, ai është krijuesi jon që ne duhet ta falenderojmë si krijues që është, por edhe ta ftojmë veten, ta marrim veten më të mirë për më afru librit, më afru leximit. Komentatorët dhe mufesirin të Kuranit kanë thënë se kjo fjalë ose ky ajet kuranor është për ajeteve të para që u zbrit vetë Muhammed Mustafa sallallahu salatu wassalam. A keni pa ndonjë këmbë që mund të përparojë dhe mund të zhvillohet duke lënë mbrapa leximin, diturinë, kurse si pra, kella. Andaj Allah i Madhreshëm në shumë ajete kuranore na fton të reflektojmë rreth ilmit ose diturisë, leximit. Pra lexoni që të përparoni dhe të avanconi. Dhe sigurisht pra kur të lexohet me emrin e Zotit tënd, aty ka veç hajër dhe begati e mirësi. Pra kush është Khalaq? Kush është ai që na krijoi? Khaliq kulli shay, pra krijuesi çdo gjëje. Kush është? Pra hu Allah, është Allahu i Madhreshëm. Dhe sigurisht vazhdon ajeti përkas dhe thot khalaqal insana min alaq. E krijoi njeriu për një gjaku të ngjisur në mitrin e nënës. Pikërisht pra, te surja Alaq është përmendet pra ky gjak i ngjisur në mitrin e nënës. Por ky njeri sa ishte pe i falendëruesve, sa ishte pe mirënjohësve. Awalam yara al-insana anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Thot Zoti në surën Yasin. A nuk e ka por njeriu që ne e kemi krijuar atë prej një pike, pra që hudhet, dhe ai ishte kundërshtari i rrep ndaj vetvetes tij dhe askujt tjetër, pra. U bë kundërshtari i vetvetes dhe askujt tjetër, pra. Ky njeri e do të thotë që përjetoi atë, do të thotë lajthitjen nga ana ose mashtrimin nga ana e lanetullahit shejtanit mallkum, bëri gabim, por elhamdulillah Zoti ia dha mundsinë bijve të Ademit që të pendohen, të kthehen dhe të drejtohen drejt sirat al-mustaqim, sepse është edhe një hadith i pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam ku thot kullu ibn adam khata wa khairul khata'un at-tawwabun. Pra çdo biri i Ademit është pra gabimtar,
por më i miri për atyre bijve të Ademit është ai që pendohet, por rikthehet sërish, turning back, pra kthehet përsëri në besim, por nuk gabon më u kthy përsëri me bë gabimin, pra sepse kushti i pendimit është të mos e përsëritim të njëjtin, pra të njëjtën rrugë të pa rrugë. Dhe sigurisht për çështjen e teubes, dietarët dhe ulemat kanë folur shumë, por edhe Allahu i Madhërisht na tregon Kur'an dhe thotë ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, o ju të cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Kjo madhështi e Allahut, pra që e krijoi njeriu me një precizitet mjaft madhështor. Studius shkencëtar të njohur si Maurice Bucaille, ginekolog, mjek të ndryshëm, shkencëtar të ndryshëm diskutuan mbi çështjen e krijimit të njerëzit. Dhe ata konstatuan, pra erdhën në konstatime kur studiuan embrionin dhe etapën e krijimin e njeriut etapë pas etape, erdhën në konstatime se njeriu është krijuar në një formë mjaft spektakolare. Dhe ata u habitën se sa bukur shpjegohet në surën Alaq, por edhe në Kur'an sa mirë shpjegohet pra çështja e krijimit të njeriut. Sa që disa arritën deri në atë nivel të paskajores, sa që menduan se Muhamedi mos ka pas ndonjë aparatur që i ka studiuar se si ka ardhur fëmia në barkun e nënës, se si është zhvilluar dhe i ka ardhur këtë jetë. Pra shkuan aq larg disa sa fantazuan dhe menduan si ka mundësi që kaq bukur Kurani më shpjegue këto gjëra. Por Allahu ja shpjegoi mjaft mirë këtyre shkencëtarëve të dyshimt që nuk u thelluan sa duhet në studimin e Kuranit dhe shkencës, dhe tha wa ma 'allamnahu shirra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Ky Kur'an nuk është poezi, as nuk është diçka e thjeshtë ose ndonjë prozë ose ndonjë shkrim sintaksor i shkruar nga dora e njeriu, por tha Kur'anun mubin, fjala e Allahut e qartë. Pra, këtë gjë më së miri e shpjegoi krijuesi me fjalën e tij që është Kurani, edhe etapën e krijimit të njeriu nga gjaku i ngjizur. Dhe pastaj vazhdon prap apeli për lexim, thirrja për ndryshim, thirrja për evoluim, thirrja për ndriçim, është thirrje hyjnore, është mesazh madhor, ku thot Allahu i Madhërisht në ajetin e 3 me radhë thot Ikra wa rabbukal akram, thot lexo se Zoti yt është më bujari. Pra bujaria e Zotit është shumë e madhe. Pra kjo bujari dhe kjo është inna akramakum indallahi atqakum, por kjo bujari u ofrohet atyre që janë atqakum, që janë të devotshëm. La hawla wala quwwata illa billah. Pra kjo dhurat u jepet të devotshmeve dhe të devotshmeve. Pra atyre që janë të devotshëm të përkushtuar, pra që kanë qëllim kënaqësinë e të madhit Allah, që japin sadak pa dorën, që japin për të mirave që Allahu ka dhënë, që ndihmojnë varfër, jetimëve, bonjakëve, studentëve, ndihmojnë në përhapjen e diturisë, arsimit, atë dhe dashurisë. Gjitha këto janë prej atyre gjërave që Zoti na i ka mësuar Kur'anin famlart dhe na thret për ndryshim, dhe unë shpeshherë kam hapur tema diskutimi sigurisht duke u bërë edhe i përsëritshëm, ju kam thënë ku është biblioteka jote, ku është libri që te ke lexuar sot, cilën faqe je, ose sa libra ne i lexojmë brenda muajit ose brenda vitit. Ka njerëz që u kalon viti një libër se lexon, ose qoftë edhe 2 faqe të një libri të caktuar. Atër presim progres në shoqërinë tonë. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Umeti i ikrës, barësia e leximit dhe më të pa lexueshmit e mon në shkallë ndërkombëtare. A ka më fatkeqësi më të madhe se kjo? Domethënë, më shpall më të pa lexueshmit në planetin Tokë. Atëherë ne duhet të vim mbrapa veti, të ndryshojmë. Leximi, libri dhe lexuesit do të më qenë gjithmonë në konektivitet me njëri tjetrin. Ata do të më kanë të lidhur me njëri tjetrin dhe
me konë të pandashëm me njëri tjetrin, sepse i sillim progres rinisë tonë, popullit tonë, vendit tonë. Sa më shumë që lexojmë, aq më shumë kombin e përparojmë, vendin tonë e çojmë përpara. Neve na duhen njerëz të ditur, të cilët e zhvillojnë vendin dhe përparojnë vendin ku ne jetojmë. Na duhen fizikanta, matematikanta, na duhen gjeolog, na duhen arkeolog, na duhen njerëz studiues të cilët janë edhe në rrafshin praktik që sjellin mirësi dhe begati për vendin. Dhe ky Allah i madhreshëm me fjalën e za i thirrë gjithë popujt, i thirrë gjithë civilizimet për ndryshim. Dhe kjo është madhështia e kësaj fjale. Alladhi allama bil qalam, pra ai që mësoi njeriu të shkruajë me penë, me laps. Subhanallahu al-azim. Mrekullia e mrekullive. Për shembull, ma tregoni një njeri, një pyetje pak sa kështu qesharoke, ma tregoni një njeri që ka arrit në një zanat të caktuar pa kry provimin. Ose ma tregoni një njeri pa shkollë, do të thotë që ka arrit rezultat, edhe ka sjell rezultat në një shoqëri. Ne dim shumë mirë se analfabetizmi është errësirë e kombit tonë dhe shoqërisë. Në sondazhet dhe statistikat e ndryshme në PISA e tjerë, e kështu me radhë, rangohemi në listë për të ardhur keq. Po dhe Kurani na thret ditë e natë për me lexu, ule kryet, lexo. Studio. Magjistraturë, PhD, doktoraturë, kurs avancuese, e kështu me radhë. Pra, përpara, sepse kështu do të jesh më afër Zotit, sepse edhe vetë Zoti thënë Kur'an, këtë fjalë e kuptojnë ata që janë ulil albab, të zotët e mendjes. Dhe si bëhesh poseduesi i mendjes, duke mos lexu, duke stagnu, duke mjetë në provime, duke lënë në gjys shkollën, në gjys fakultetin, në gjys studimet, një gjë që është në gjys e pa përfunduar, ajo s'ka begati për saj. Është e pa realizuar. Dhe e mësoi njeriu pra të shkruaj me penë. Imagjinoni gjithë këta pentar, gjithë këta tekst shkrues që shkruan edhe tash për shembull imagjinoni të marrim shembull koka ndryshme botërore si Ibn Sina ose Farabiu, Kindiu, ose koka të mëdha për shembull si Platoni, Shakespeare, njerëz të ndryshëm që kanë shkruar për matematikën, për mjekësinë, për fizikën, për letërsinë, për historinë, e kështu me radhë. Nëse ata nuk do t'i kishin shkruar këto libra dhe këto tekste dhe këto studime, si ne do të arrinim ta njihnim këtë planet Tokë? Dhe si ne do të gravitonim në për këto biblioteka dhe në për hojet e tyre të udhëtonim në gjithësi dhe të shikonim gjitha këto begati të Allahut. Por mbi të gjitha, ne nëse nuk e njohim Kur'anin që është platformë dhe solucion zgjedhës, si do ta njohim universin, si do ta njohim krijimin e njeriu, si do ta njohim pra nëse nalmi në këtë rrafsh dhe e shikojmë dhe analizojmë rreth surës Alaq, pra e shohim se kjo sure flet për gjithësinë, flet për kozmosin, por mbi të gjitha flet për kozmosin dhe gjithësinë e njeriut, për njeriu. Sepse njeriu kur e njeh vetveten, e njeh edhe Allahun, e njeh edhe gjithësinë edhe gjithçka që ka rreth tij, sepse është një ajet kuranor që thot se nurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Ne thot do t'u bëjmë të mundshme të shihni argumentet tona në horizonte, në mos në horizonte dhe në vetet e juaja, për t'ju dëshmuar ju se kjo është e vërteta, kjo është haki. Dhe kjo është e vërteta, kjo është fjala e të Madhit Allah. Dhe këta pentar, unë kam shkruar një libër para shumë vitesh që nëse dikush don të ofrojë ribotimin e tij, ne e ftojmë publikisht që të bëhet bashkë pjesëmarrës në ribotim të atij libri, Hikmetul Kalemi, domethënë urtësia e lapsit ose pemës. Dhe aty tregoj mbi rëndësinë që ka pasur teksti ose tekst shkruesit e ndryshëm që kanë lënë shkrime. Dhe popujt cilët kanë arritur më shumë të sukses dhe zhvillim si kombe, janë ata që kanë shënuar më shumë. Këto do të punojnë. Këtu do të mundohen me analizu. Popujt që më shumti kanë arritur progres, kanë qenë ata popujt që kanë mbajtur shënime. Ku jem na me shënime? Pra ne duhet të mbajmë shënime.
të mojmë evidencë. Tash po i thonë edhe protokoll. Në gjuhën e diplomacisë. Dhe pra i mësoj pra njeriut të shkruaj me pen. Allama al-insana ma lam ya'lam. Ja mësoj njeriut ato çka nuk e dinte. Ma lam ya'lam. Do të thonë i mësoj për alemet, për botrat, për gjëra të ndryshme, çka i nuk dinte, s'kishte lidhje me to hiç, pra alem me të leme, si thonë na të lemet, çka janë senë të leme, janë botrat, domethënë që kanë lind, se i vetmi që s'ka lind është Allahu te barekuhu teala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pra i lem nuk është Allahu, as ka lindur kon, as nuk është i lindur dhe atij askush nuk është i barabartë. Kjo është mirësia e Zotit, ja mësoj alemet të lemet, çka ka alemet, dunja, gjallëni, rrotull, ja mësoj babait ton të parë, njeriu të parë në tokë që ishte. Wa 'allama Adama al-asma kullaha, pra ja mësoj Ademit emrat e çdo gjaje. E po unë dianik, e po unë ditur. Dhe tha tash Adem ti ki me ditë, pra ti ki mu bëj ditun. Se i pa ditun, të hanë e gërsinat, këtu s'mon bjetën këtë tokë. Pra dhe sot e shikoni, shoqërit ma primitive që mesin e stagnojnë dhe ka varfërie, ka korrupsione, ka të natë zezat e mundshme, janë ato shoqërit që janë mjetë mrapa me dije. Edhe, për shembull nëse i shet disa udhëheq, shkujnë i morën njerëzit ma të pa aftë afër veti, ma të pa dishëm. Pse? Sepse ati i konvenon me ma të pa dishmi në afër. Sepse i pa dishmi mirë kos, mirë tamel. Por shoqëria jetë mrapa. Edhe ne nuk avancojmë si shoqëri. Edhe këtu lidh rreziku dhe fataliteti i varfërisë dhe gjitha belave që i kërcënohen një vendi. E kur i merr njerëz të ditur afër veti, i merr njerëz që kanë avancim në çështjen e njohjeve të gjërave, atëherë normalisht sa i dituri nuk e pranon ato çka është e padijshme dhe çka është e rësirë dhe çka është prapameturi. Ai nuk është dakord me atë. Kështu që ja mësoj pra ati gjërat çka nuk i dinte. Pra, kella innal insana la yadgha. Pra, pastaj vjen ajo që është e vërtetë dhe thot se ai i kalon kufit. Kush ai? Pra njeriu. Ky njeri shpesh herë din me i kalu kufit. Pse? Duke i lënë mrapa djenin, duke i lënë mrapa urtësinë, duke i lënë mrapa punët e mira, duke i lënë mrapa fjalën e Perëndis, si qofshin fal atij, ai din shpesh herë do të thot me kalu në valvula ose në për rrugë pa rrugë ose në udhë pa udhë, runa Zot mu bë prej e të mallkumit shejtan, lanetullahi alayhi, qofti mallkuar ai. Dhe gjithë ata që njekin ato, veç se e mallkojnë vetveten dhe humbasin në rrugë pa krye, në çersokaçe pa krye. Dhe kjo është për mirësive të Allahut që ne me njoft realitetin, pra pse ne duhet kemi kujdes në të mos kalojmë pra kufit. Ata kufit që Allah i ka vendos, ato ligje, ato rregulla. Për shembull, kufit e Allahut janë njëri do të më ditë pra, do të më ditë sa ka, do të thot lukthja se stomaku i tij sa do të më hangë, mos më tepru. Janë ajetet e Kuranit që flasin hani, pini dhe mos e teprani. Pastaj, ka prej shumë ajeteve që na flasin për me përdor mendjen. Pastaj që na thrasin me shiku, me pa çka i të bë, çka i të vepru. Pra, pastaj thot kufit e Allahut janë farzet, namazet, farz, mos i lëni namazin. Farzet e Zotit mos i lëni. Farz është me ndash nënë e babë, me respektu prindërit është farz, janë kufi ato, nuk bën ata kufetit të i kalojmë. Domethënë janë kufi, janë parime sine qua non, pa cilat nuk bëhet hiç. Është respekti i nënës dhe babës. Dhe sigurisht pra se filloj me ndje veten të pavarur, domethënë an ra'ahu staghna. Pra filloj mundi pak si pavarur, edhe me mendu si tash unë e kam inteligjencën, e kam mendjen tash unë u bona shkop. U bona, si thon,
zoti vetvetes, astaghfirullah. Sikur Karuni, rasti Karunit që mendoi se arriti pasuri, arriti fuqi, arriti gjithçka dhe mendoi që u bë i gjithdijshëm, i gjithpasur edhe s'ka me të hiç. Por kur arriti kulminacioni, atëherë Allahu ja dërgoi një mesazh të fuqishëm që ti mbledh metë dhe të heq dorë nga egoizmi i tij që po cënonte nderin edhe burrave të mirë, të cilët mesin aty në burrave më të mirë ishte Musai alayhis salam, prej pejgamberëve të Zotit, i cili akuzoi Musain për moral. Pagou një të përdal që me shku midis fjalimit rreth një pemë që ishte të u fol Musa për besimin në Allahun, tu i thonë popullit që ajo pas ka një fëmijë jashtëligjshëm me Musain, por e pagou me parë për me shpif ndaj tij. Dhe shpifësit kështu e kanë përfundimin, ata që shpifin dhe bojnë shpifje, përfundimin e kanë në shafitjen totale të pasurisë tyne dhe falimentimin total. Dhe falimentoi Karuni dhe gjithë pasuria e tij. Thuhet për pasurinë e Karunit, këtij arroganti, përbuzës, thuhet se pasuria e tij ishte gjigante. Edhe mendohet që në historinë e njerëzimit nuk ka pas njëri më të pasur se ai. Dhe ai kishte kalu kufit. Kush i kaloi kufit? I kaloi Faraoni, i kaloi Karuni, i kaloi Nemrudi kufit dhe shumë personalitete negative në historinë e njerëzimit. Dhe mendonte pra për shkak se ndjente veten pavarur, pra ai mendoi që Allahu na ruajt, pra Faraoni tha anna rabbuka la'ala, tha unë jam i pavarur, s'ka zot që më del përballë. Allahumma salli ala Muhammad. Pra ai mendoi që arriti kulminacionin, por kur e pa dështimi ishte fatal për ta. Arriti, pra kur e mbuloi ndeti, tha besova Allahun ose Zotin e Musait, po ishte shumë vonë për ta. Kështu që pavarësimi i tej skajshëm shpesh herë kalon në një mendje mallësi, Allahu na ruajt, dhe ajo mund të shpije edhe drejt mohimit të prandës. Lutim Allahun e Madhreshëm që të na falë në këtë pjesë të parë të surës Alaq. Shpresojmë të kemi marrë disa mësime të bukura që të ndryshojmë për mirë, dhe shpresojmë tek Zoti që ndryshojmë, të fillojmë të lexojmë dhe fillojmë të mendojmë rreth këtyre ajeteve domethënëse. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum. Mm-hmm.